A e dini se çfarë kanë të përbashkët të gjithë burrat e martuar që trastojnë? Çfarë? Ajo e kam pyetur me vërtet këtë. A dini çfarë kanë të përbashkët të gjithë burrat që trastojnë? Çfarë do të Migli? Përveç asaj, të gjithë burrat që trastojnë nuk duan të ndahen nga gratë e tyre. Madje jo vetëm që nuk duan të ndahen, por kanë një vlerësim shumë të madh për gruan e vet dhe thonë që atë e dua, më do, nuk do ndahesha kurrë nga ajo. Absolutisht. Por po e tradhtoj me këtë rast. Atë e do me s'ben. Ku ta gjeja ja të me s'ben. Okej. Mendoj që këtë episod unë dhe Gjesi Do flasim më shumë se sa Megli. kërkoj ndjes. Ndjesa nuk pranohen. Unë nuk e di çka ka ndodhur. Por ozjova dhe nuk isha zë. Jam shumë kurioze të di se si do dëgjohet kjo në Spotify ose në YouTube. Por Për të gjithë ju që jeni në Spotify. Ju kërkoj shumë ndjes. Okej. Dhe për ju që na dëgjoni nga shtëpia me zë, me kështu figur. Ju kërkoj shumë ndjes. Okej. dëgjoj, ishte bërë një studim, se këtu inspirova, nuk është se unë po flija dje në darkë dhe thash do të vi sot në pa manual dhe do të them, çfarë kanë të përbashkët burrat e martuar që tradhtojnë. Media britanike The Sun, një gazetare kishte bërë një studim, ishte regjistruar në një nga këto aplikacionet që burrat e martuar futen dhe janë të hapur për të gjetur lidhje të tjera. Ishin 1.5 milion përdorues me qira fjala dhe nga ky studimi u vure se shtoheshin përdoruesit gjejeni pa kur pas pushimeve të verës. Pra burrat martuar që përdornin këtë aplikacionin për të krijuar njohje të reja pas pushimeve të verës. Ani pse duhet të ndaloj gruaja atë që të gjej shpirtin binjak pas pushimit veror? Po pse pikërisht pas pushimeve verore, nuk e di. Po se pushimet kalojnë me gruan. Po, dhe pas pushimeve ke pak kohë se është e mohabeti. Gruaja ka pushim, kur është pushim. okay. Dhe pasi merren pushimet e gruas do burri pushime gruaja. Ndalu pak tek ajo çfarë unë thash, të gjithë këta burra të martuar që tradhtonin gratë e tyre dhe ishin përdorues të këtij aplikacioni, Gjesi, nuk donin të ndaheshin nga gratë. Çfarë thot kjo për burrat? Që duan disa gra. Unë me thënë drejtën nuk habitem se nuk kam njoftë në ena i burr të martuar që ka lanë gruan për dashnoren. Pëlqen shumë. Okej. Tha që Më mendoj, vazhdo me historinë tash. Nuk e gjej më Meglin për sa. Dhe mendoj që kisha shumë gjëra për të thënë. mund të shkruash. Shiko. Po sa ta mbaroj fjalin, keni kalu 14 pyetje ju, unë do jem emri si e kishe. Kemi këtë telefonatën tani, ishte një gocë, Gjesi, na thuaj çik çfarë do thotë kjo goca? Çfarë do thotë kjo goca? Kjo goca nuk e tradhtoi burri, por një burr tradhtoi të dashurin e tij me këtë gocën. Kjo goca e kishte me shumë urgjencë dhe na shkruajti në Instagram si ç'për herë ju na shkruani dhe tha, "Lutem, tha se dua të vi dhe ta tregoj sepse ishte shumë e indinjuar se si një derë tjetër e kishte zhgënjur. Këtu nuk ka asgjë të re. Unë nuk e kuptoj. Nuk ka asgjë të re. Jo, ne thjesht ndajmë histori të ndryshme, se kanë kontekst, kanë nisje ndryshe, kanë fillim ndryshe, zhvillim ndryshe, por përfundimi është gjithmonë i njëjtë. Ata janë derra. Bravo Gjesi. Përshëndetje, ne po të quajmë Samantha. Okej. Në rregull. Si je ti? Mirë, shumë, si jeni ju? Mirë. Nuk tingëlloke që në hyrje aq e indinjuar sa ç'ishe dje në Instagram, them drejtën, apo të kanë rënë çik nervat? Po, punë madhe me veten. Nga dje sot. Jo, vërtet. Po, duhet me e kalu se s'mund të merresh me çdo lloj derri që na del para. E vërtet. Bravo Mota. Pra, do të dilja fiks që rasti që ju tregova edhe në Instagram ishte unë isha në një periudhë të jetës që thash pse mos t'i jap një mundësi këtij djalit. Isha shumë nuk doja të dilja, kisha humbur besimin. Nuk i shikoja me shumë pesimizëm gjërat. E kupton dhe thash, "Okej, le ta të çliroj energjinë dhe të them t'i jap mundësinë njëri djalit." Bravo. Dhe fiks tu nisi gabimi, besoj. Po, që kjo është hyrja e gabimit. Këtë djalin në fakt unë e kam njohur në punë,
punonim në një kompani bashkë, po në departamente të ndryshme. Okej. Dhe çdo gjë shkonte super. Dhe isha vërtet po thosha që s'ishte kaq keq, e kupton që e mora me kaq. Çdo gjë shkonte shumë mirë, domethënë dilim për dark, shkonim në kinema, ai edhe gjatë orareve të punës, për shembull kur kishim këto pushimet e vogla, ai vinte pinte kafe me mua, se kemi një tip balkoni aty tek puna. Që mblidhemi Gjithmonë këtu lindin, te balkonit e puna nisin këto, me atë kafen, cigaren e drekës, a? Po, edhe ishte shumë okay çdo gjë. Çfarë ndodhi? Në një darkë që bëri puna, do të thënë ishte si feste. Unë ishim të gjithë të ftuar dhe shkuam tek darka, çdo gjë po prapë ishte okay, ai në fakt erdhi me një gocë. Po ishte shumë miqësore, domethënë nuk pash asnjë lloj tendence apo diçka që të thosha që të dyshoja. Thjesht ishte shumë normale dhe ai erdhi më takoi kështu në faqe miqësisht. Gjatë natës ai po rrinte me mua, pinim një gotë verë dhe ndjeva një tip ishte shumë warmi, domethënë më dha fiks atë ndjesinë si një çift, por që ne tamam nuk është se ishim fiks të lidhur, ne thjesht frekuentoheshim, po ndihesha mirë, ishim në atë fazën që po i jepnim kohë marrëdhënies ose diçka çfarë mund të lindte dhe të shihnim se çfarë do ndodhte. Sa kohë kishit ju që dilnit? Kot të pyes, domethënë. Kishit kohë? Po, domethënë diku te 4 muaj që ishin intensive, domethënë. Okej. Goxha. Dhe në këto 4 muaj janë këto si thua gjërat që ti njeriu i bën për të të rënë në sy në maksimalisht. Edhe unë prap mundoja mos ta shihja me këtë sy unë tim pesimist dhe thosha jo se ndoshta ai po kujdeset për mua, gentleman, më ftonte për darka, më bënte dhurata, madje në çdo fundjavë ai linte më thoshte që mos bëj plane me shoqërinë ose mos bëj plane se dua që të kalojmë fundjavën bashkë. Çdo fundjavë. Po, çdo fundjavë pak a shumë pavarësisht se unë nuk është se gjithmonë jam gjendur se më duhet lëvizja edhe tek shtëpisë, tek familja ime. Okej. Por ai prapë e fuste në agjendën e tij që fundjavën donte ta kalonte me mua. Dhe në këtë natën e punës më iku më shkall. Deri tani Samantha dhe ju goca mendoj që është gati si një lidhje perfekte, pavarësisht se nuk e ka vendosur emrin lidhje. Deri tani është okay. 4 muaj, Po. një marrëdhënie korrekte, gati të perfektja. Fiks. Do të thënë jam Kur është e perfekt. Samantha John Meglit. Se kemi shumë mirë sot. e dëgjoj Meglin. Vjen shumë keq për Meglin, nuk e di çfarë ka ndodhur, ka ikë zëri çka ka. Nga marsysh. E kanë mallkuar binjakët që ka sharë. Ai që ka goti me vudu që nga i zërit ma fërkoj që këshbina. Dua patjetër ta shikoj këtë episod, ta dëgjoj Spotify. Aha, Samantha. Rikthimi te historia. Dhe gjatë darkës së punës, po rrinim, dhe unë shkërceja me shoqërinë që po ndihesha cool, shumë mirë me këtë njeriu. Mbaroi kjo darka, shkoi shumë mirë, ika në shtëpi, ditën tjetër pastaj të nesërmen, shkoj në punë dhe profesioni im është se nuk dua ta kështu cek, po merret pak me pjesën, për shembull me fotografi dhe me më duheshin që fotot që ishin bërë për shembull tek festa, më kalonte mua linku direkt, ashtu siç ishte bruto. Dhe tek ky linku unë shoh që në një nga fotot ishte ky me atë bjondin që erdhi në fillim, duke u puthur. Bjondin? Apo bjonden? Bjonden, po. Po i quaj bjondën se s'po i them emrin. Dhe ka lepuri. Te bjondja. Të betoj më iku gjaku në fund dhe më erdhi prap në kokë. Jo se kishte diçka, e kupton, ose që jemi të lidhur dhe po prap është shumë e çuditshme, thash si dreqin gjithë ato ditë që kemi kaluar dhe nuk dukej fare sikur të ishte me dikë tjetër, e kupton, ishte shumë
nuk e di, ishte fix më ndodhi një blek në tru, dhe nuk mendova më fare dhe i shkruajta dhe i çova fix këtë foton. Do të thënë, e mora këtë foton, e shkarkova dhe ja çova në WhatsApp. Do me thënë, kyte kjo fotoja që ta kuptoj mirë. Do me thënë, nuk ishte foto që ishte ky drejt për drejt me Bjondën, e pe në background. Jo, drejt për drejt me Bjondën. Do me thënë, fotoja ishte me Bjondën. Ishte kështu si gjithë bota rrotulloi rreth Bjondës dhe këtij. Qartë. Okej. Pas Do ka të qenë thënë, ishin në fokus. Dhe ja çoj këtë foton këtij djalit. Edhe i them, nuk i them asgjë, thjesht i çoj një pikë pyetje. Sorry për që të ndërpres, por Megli ka shkruar tabelën e saj që nuk ka faj ai, ti se pyeten nëse ai ishte i lidhur. E kam ironi. Domethënë toni i zërit është me ironi. Okej. Megli është me ironi. Pak për reagim që se ku duqesh. Tani ka dalë një stil i ri, moj motor, duhet të pyet, thot ai, po ti s'pyete që se unë jam i marrë. Yes. Në gjithë këtë gjën, ka një detaj që unë nuk rri dot pa e përmendur, që ai ishte shumë i mirë në seks. Do të thënë, ishte... Pse ai duhet rezervohet, ai është i beguar, do ta ndalë këtë begim me njerëz të tjerë. Të kishte dieti, edhe ca tjera si dy, mos them me një punë. Po prit, Është bamirës. historia vjen pas. I çoj këtë pyetje dhe ai thotë që të kërkoj shumë djes, nuk doja që ti ta merrje vesh kështu e këto. Dhe i futa blog direkt në drejtën. Ore juve përveç se jeni dera, unë nuk e di doni një emër tjetër. Nuk doja doja që që ta ti merrje vesh kështu si Doja ta merrje vesh kështu, kisha përgatitur një ceremoni. Sa bëhet një PowerPoint. It's a relationship. Kur e shtyp, guess what I am? Shtyp të lompatin i lidhur. Nuk e di, ndoshta ai ka menduar që të më bëj për vete me gjithë këtë gjë, domethënë që më ofroi botën dhe kur gjej momentin për të na thënë këtë, unë do kem rënë brenda dashurisë dhe do ja falja sipas tij. Domethënë mendoj që mund ta ketë një prizëm trurit të tij, Shiko se ka pozitive të impaktuar. kësaj historie. Paktën s'është i martuar. Okej. Po mua prandaj më vjen një natë, po të ishte varja. Imagjinoni Dhe- sa poshtë është the bar, domethënë shqyrës është i Nuk martuar. ka më një bar. The bar is so low që ne arrim të themi po mirë, është i lidhur të paktën, nuk është i paktën është i martuar. Çfarë drejt? Tani kur të dalësh 3 pyetje janë esenciale. 1. Ai e gay? Ai e gay? Jo po. Ai e mbul? Jo po. I lidhur, statusi be i martuar? Këto janë 3 pyetje, pastaj mosha shife vetë si ta kesh. Ka drejt Megli, është shqetësim shumë i madh. Kohëve të Jo, fundit. është e vërtet se dhe unë i futa blog direkt pas asaj se dia çfarë mund vinte nga prapë, po më fal, jo po e nejse. Pyetja ime në gjithë këtë është që a bënte seks aq mirë me atë tjetrën aq sa bënte edhe me mua? Këtu flin ka Kjo është pyetje që- Këtu fli ka lepuri i vërtet. Gjithë kjo histori u tregua për këtë pyetje. E ka ngrënë mola, a bën seks njësoj me gruan, siç bënte me Po mua. sigurisht. Më fal, jo, A je? a je? Besjar, anë Besjar? motë. A je besjar Ai në e në mos. besjar në motër. Më falni, pse ky ishte i lidhur, si e morë vesh, apo u mor vesh në kompani që ky kishte, çfarë marrëdhënie kishte me këtë gocën, domethënë. U mor vesh Mbasi se unë i unë bëra pak të blog edhe mbasi unë i bëra blog dhe gjithë këto gjërat në kompania e dinte e gjithë kompania përveç meje. Që këta ishin bashkë. Por kjo goca punonte në tek e njëjta kompani, por jo në departament tjetër, por kompania jon ka 2 godina. Okej. Kuptoj, po. Dhe godina tjetër punonte kjo. Dhe të gjithë e dinin, domethënë që këta ishin bashkë, madje unë Po nuk e për ju të dy kuptova, nuk e domethënë- dinin, domethënë që ju dilnit bashk, nuk e dinin. Jo, domethënë e dinin, aty ku rrinim ne e dinin, sepse ne rrinim, kishte rasti që
vinin bashkë kolegët, hidhe flirte kështu, ja pasonin dhe ndihej pak në ajër që ne kishim diçka. E kupton, pavarësisht se ne nuk e kishim pranuar kurrë me gojën tonë që shiko se ne po dalim, po frekuentohemi e këto gjërat. Po ca njerëz domethënë e dinin që we have something, kupton? Dhe tani pyetja ime tjetër ndoshta Gjesi përgjigje pyetjes, lutem. Është Pra se pyetja e kaluam esenciale. shumë pyetje, nuk e di pse s'u ndalem më shumë aty te pyetja. Tash përderisa ka qenë aq i mirë sta Mikli, edhe atë dashur e vetë ka kënaqur, e kupton? Përderisa as rregull llogari ku shkon këtë fundjavave, përderisa rregull llogari se ku hapi darkë nuk kanë shtëpi me të. Ndoshta. ata vazhdojnë të jenë akoma bashkë. Ajo e mori vesh për ty? Po mirë, herë në javë bolla ka. Këtë të drejtën nuk e di, se kam dashur të qëndroj, kur e mora vesh unë vetë kam dashur të qëndroj shumë larg kësaj gjës. Nuk kam dashur më të përfshihem fare dhe e kam si thua, e larguar edhe në ca raste që mund të na jetë dashur të jemi në një vend, jam munduar ta shmang pafund. Nuk dua të kem më të bëj fare dhe as nuk dua të di çfarë mendon ajo, e ka gjetur ajo, se ka gjetur nuk Po sa të forta jemi. Thjesht më intereson tash që unë një rast që i dhash vetes për të njohur një djalë më doli der, po bënte seks mirë. Dhe mos bën gjë seks mirë ky. Tani unë pres të jetë ose mos jetë der dhe mos ditë bëj seks. Pres të tjetrën tani. Këtë zgjedhësh. Zgjedhje shumë që të vëm e vështirë. Domethënë pyetja e parë, der, por ditë bëj seks mirë, jo der, por nuk ditë bëj seks. Cilin të zgjidhjet? Është dhe vështirë të mësohesh, ta mësosh një gjë, se çfarë i thua? Si bicikleta. Si bicikleta me të dhënësh, me kështu të mësuar. Jo, përgjigje, këtë zgjedhësh Gjesi. Po, der si ky të lidhur jo, po der të paktën thjesht der, jo i lidhur. Jo i lidhur. Se na ke treguar ndryshe me zgjedhjet e tua, me drejtën. Nuk e them se do kjo pyetje. Mos fol ti për zgjedhjet. Unë e them vetë, paktën. Okej. Unë pranoj. Okej. Për disa u kthye në një luftë të zgjedhjesh derrash midis Meglit dhe Xhesit. Samantha, kam një pyetje. Se ti the që ju nuk ishit të lidhur, kishit 4 muaj që dilnit bashkë, pra you guys were dating, por nuk po quhenit veten të lidhur. Po nga ana tjetër as ti nuk po kërkoje për lidhje apo? Jo, nuk po kërkoja fare për lidhje. Unë thjesht i dhash mundësinë këtij djalit, domethënë që unë kisha humbur komplet besimin tek meshkuj, domethënë nuk doja të merresha. Dhe kur erdhi ky djali, i thash vetes që pse nuk i jep një mundësi vetes dhe e nisëm si diçka që të shkoj ku të shkoj, domethënë. Jo për lidhje, unë nuk doja një lidhje. Okej. Kam një pyetje që ndoshta nuk ka shumë sens, edhe për ju, edhe ti më dëgjoj dhe thjesht më lind tani. A ka sens të ndihesh e tradhtuar në rast se ti nuk është se ke dashur lidhje në këtë rast, pra ty të ka pëlqyer seksi, ti nuk është se ke dashur lidhje, po a ka kuptim të ndihesh e tradhtuar në këtë mes se ti nuk është se ndihe e tradhtuar qoftë edhe në besim, qoftë edhe në ndjenja, jo vetëm se ti nuk ishe lidhur me të, po e tradhtuar si njeri, qoftë edhe emocionalisht. Po. Aha, Samantha? Unë për vete thjesht unë ndjeva e tradhtuar si njeri. Kupton, unë ndjeva shumë jo për marrëdhënien apo për çfarë kishim ndërtuar, po thjesht si njeri më duk shumë fyese kundrejt meje dhe vërtet unë ndjeva e tradhtuar si njeri. Pastaj në çështjen e marrëdhënies unë nuk është se doja një lidhje dhe nuk e mendoj që është një tradhti, si thua apo ndjesish. Po, e kuptoj. Jo, e quaj si tradhti njeriu që jam. Se ka një gjë këtu. Ata nuk është se thjesht mbaronin punën edhe ai e merrte edhe bënin seks. Ata kanë dalë. Kanë kaluar që kohë. do të thot ai, domethënë kur ti je i lidhur ti me tarmet nga smunjë çun, nuk i thot djalin fal se jam e lidhur, domethënë është esencë, është pjesë e jetës, tani e ndan jetën me këtë personin. Nuk mundet ai të sillet si njeri single pa përgjegjësi. Edhe mos të ndjehet kjo e tradhtuar. Edhe nuk ka gjë që e ndryshon këtë, po unë kisha fjalën që në një raport, është thjesht një pyetje, në një raport që ti nuk është se ke patur pritshmëri për të lidhur ose për të krijuar ti, po të pëlqen seksi, po të pëlqen ai çuni, po kaloni mirë. Ti seks bën diçka që të respekton, në momentin që ai të gënjen nuk të respekton. Është vërtet.
Se ai ty po të mban të fshet diçka, po të heq dhe një zgjedhje, është zgjedhja ime nëse unë dua të bëj seks me ty. Mjek dy zëri, Me val, është zgjedhja ime nëse unë dua të bëj seks me ty mbasi marr vesh që ti je i lidhur, ti mua po ma heq këtë si zgjedhje. Të dhjefsha dhe Një sekond. Problemi fillestar qëndron te fakti që ajo do të ndjetë të tradhtuar jo se kanë qenë në një lidhje apo jo, po se ky nuk ka treguar që është i lidhur dhe se kjo me vërtet mund të mos doj lidhje, mund të thjesht fuck buddies ose friends with benefits, po prap duhet ta di. Nuk është bën faktin që ai ka qenë i lidhur. Po, nuk është bën kjo. Plus që kjo i thot për traumat. Ajo mund të friends with benefits me dikë që është single, vëlla, duhet të ketë thjesht për seks me dikë që është single. Jo, domosdoshmërisht. Plus ajo thot që i kishte treguar edhe për traumat që kishte nga meshku, që do të thotë ai ka marrë ato traumave, ka thënë dhe një, do dhe një. Një tjetër. Martohem unë. Po mirë, kam një pyetje kështu me spec, Samantha. Nëse ai ti the që të pëlqente shumë seksi. Nëse ai do të kishte thënë që jam i lidhur, por dua vetëm seks, për hir të kësaj do e kishe vazhduar marrëdhënie? Ja. Nuk, ja. Po i bëra bër blok. Kush është? Po, se unë mund ta vazhdoja dhe pasi ai më tha që shiko të kërkoj ndjesë, unë mund ta vazhdoja dhe të thosha, okay, vazhdoj ti lidhur, por ne mund të rrim thjesht për seks. Po nuk është ajo gjëja që dua. Në fillim fare, domethënë që unë jam i lidhur, unë ty të kam qef, po nuk dua kompromis, dua. Atëherë do jetë dyfish jo, se nuk më lidh asgjë. Nëse në këtë pikë do më lidhte prova e seksit që ky bën seks mirë, atëherë s'do më lidhte asgjë dhe jo, do të largon. Okej, bravo. Po. Bravo, Queen. Thank you. Faleminderit që ndave me ne. Jeni shumë të mira. Faleminderit edhe ti që ndave këtë histori. Jam e sigurt që shumë nga gosat që na dëgjojnë do gjejnë veten dhe do shajnë derrat po në të njëjtën këshill. Mendoj që të rish larg derave dhe më afër pinguinave. Pinguinat bëjnë seks për qef, janë ndryshe nga kafshët e tjera. Pyetja ime është, pse ai e mori atë gocën te festa e punës? Ose pse i shndroi aq afër kur e dinte që dhe Samantha do ishte aty? Ose pse, do të thënë, si nuk pati frika, se meshkujt janë një qenie shumë e çuditshme. Përveç se janë dera dhe budallënj, edhe të thrash në njëherë, është shumë e çuditshme. Tashi, ti ke në një punë, edhe të dashurën, edhe në thonjza dashnaren. Nuk ka frikë zotëria që ose dashnoria do vi ta puthë të shojë e dashura që e do dhe që ta bërtan fillim fare, këta grua nuk e lën kur. Sa do ta thoja, Xhove, ti çfarë thash në fillim fare? Pikërisht, ti the në fillim fare që këta grua se lën, nuk ishte frikë që kjo. Dhe ky është studim me 1.5 milion burra të martuar. Nuk ishte frikë që Samantha do vjen ta puthë për shkakun staj. Jo. Nëse ti dëgjove Samantha. Çfarë guxim budallaj. Te tavolina dhe kërcenin bashkë gjatë mbrëmjes, ata kanë ndenjur bashkë. Po Samantha nuk do rrezikonte që të bënte skena në publik mes të punës, të putha atë. Ti nuk e di kur si mund të reagoj ajo që është e gënjur, se janë të dyja të gënjura, ti nuk e di kur si do reagoj. Por që një mashkull që kishte kruat në kontroll. Nëse. Jo, unë mendoj që në këtë çfarë bën diferencën e njeriu nga kafsha është ajo cipa në faqe që shumë meshkuj nuk e kanë dhe ju ka humbur, po e them shqiptarisht cipa në faqe. Sepse nëse do e kishte, do kishte frikë, do kishte respekt, do kishte druajtje, gjë që nuk e kanë. Ore, kanë guxim budallaj, më shumë e çuditshme guxim budallaj. Realisht, bravo për guximin, Më tregoi një shoqe, një ditë, e çam kujtua? Po. Që poshtë pallatit të vet, një burr është i martuar dhe ka lokalin e vet. Është siç janë pallatet, ka lokalin poshtë. Dhe në mëngjes, sa sistematikisht, kafën e pi me gruan dhe ka 2 fëmijë para se të shkojnë në shkollë. Pas dreke, pas dite, ka gjithmonë një vajzë të re që dukshëm është dashnore, që e pi kafen po në lokalin e vet. Pra, cipa është, domethënë, Sedra, unë nuk e di si ta quaj këtë, ka vdekur, domethënë ka vdekur çdo lloj ndjeshmërie, sepse ti i sjell dashnoren dhe gruan në të njëjtin vend pa të interesuar fare. Cipa vdes ku ke dashnorë dhe gruan që ka si. Pra ti se ku e sjell. Ti te ai lokali njerëzit të shikojnë me gruan, të shikojnë që ti ke fëmijët vërdall, e din, dhe ty nuk të intereson që njerëzit do thonë për gruan tënde e mjera ajo, e kupton? Domethënë, çdo parim, çdo gjë ka vdekur, sot është normalizuar tradhtia dhe dashnoria në një nivel që për mua është e frikshme. Shumë e frikshme. Domethënë, më mirë nuk keni ndau, nuk e di çfarë ju shkon. Mas duke la live. S'ndahet më njëri pastaj, po, nëse
Kemi bërë një pyetje në Instagramin ton dhe kemi pyetur se çfarë do ishte përgjigjja më e keqe që mund t'i jepi dikujt po ti thotë të dua. Ju, zoj, kush shkon snap mi zonj? Ju, kush si të ishte përgjigjja që do i ktheni? Përgjigjja më e keqe që do jepja dikujt pasi më ka thënë të dua. Ja. Pse? Pse ndova? Ose thjesht si qini aty dhe thotë të dua, vazhdon e përqafon dhe e puth dhe bësigur se të gjohe fare. Female man feels. Ai do ta thot prap. Jo, s'do e thotë më pa. Dua? Atje nuk e thotë më ai, nuk e thotë më Po pastaj. sikur ai thotë, Ua, po është shumë e vjerë kjo. Ne nuk kam ta lësh të vjerë, tham ti të fani. po ai të ndaloj të shtyhet të thotë, moj, të gjopë çfarë të thotë. Pra, këtë po i thoha, po sikur ta thot Jo, prap. shpirti është shumë i mirë. Vazhdon prap. Moj, gjopë çfarë të thash, jo shpirt, nuk kam ardhur për të folur. Për ndryshe, ju nuk keni qenë kaq fani sa ne në përgjigjet tona. Kështu që unë po e lexoj. Po e lexon. Ma bëni tek e rakio, fata po të madhe. E disa do ta zbus të fytin i tek e rakio Megli. Një përgjigje është super. Si është hap? Super, më do. Si është hap? Është hap edhe kështu. Super ka shumë përgjigje. Quhet. Një thot, qa thua Rakel? Rakel? Ka dash ti thot, ç'a O thua? pereni sot, nuk e di ku e kref sot. Më thu grip, më. Më thuj një që s'më dhe bështi. Më thuj një që s'më do mu. Ai pse- buka. Kjo është një përgjigje tipike që do jepte Xhesi për shembull. E vërtet. Pasi ta puth dhe pasi ta kishë pytaj 3 herë, po e gjove qatë thash. Kush nuk më do mua zemra. Po gjithë mund thonë të dhe këte, rofsh ma mori me një. Okej, mund ta thoya edhe këtë. Por Gjesi mund thonë të dhe këte, dhe unë veten. Shumë Xhesi këtë përgjigje. Jo, kjo është blerta, edhe unë veten është blerta, se blerta thotë kështu, doje veten. Po, Ha, dhe e thoya, vërtet. po. Një vajzë që uren meshku në pa manual ka thënë, ecë mor se rret vdekmi ti vdes vare. Ftes për këto. Këto janë Qëndron. fiksat i targeti që e kanë parë pa manual Janë çdo besnike, episod, janë janë besnike besnike. këto. Ju duam, jeni shumë të mira. Më pëlqen kuzimi yt, e pranoj, por jo nga ti, Unë dua akoma ishi. do mua apo pip time. Wow! Funny as fuck, do thoshte. Nuk është fani, aja, ty fillon pastaj të një herë kështu dhe okej. Ajo është shumë e sinqert, jo fan. X e po qendis, Ky është ky është shumë apo got? got. Vazhdojmë të targeti pa manualit. Pra. Ma thonë të gjithë, vdeksh në vend se më ngrive gjakun. Sa do bukur, thoje? po unë jam në dietë emocionale, kush të pyeti, nuk më interesonte po gjithsesi. Kjo ose ky që ka shkruar unë jam në dietë emocionale është përgjigje nga ChatGPT-ja. Ua, Është përgjigje nga- sot. E frikshme. Më që të thoja, po ti nuk e thash ashtu. Dhe për ta mbyllur, ka disa, po për ta mbyllur, të dua. Për kokën tënde do vi që ti të sa të me, zemra se qma përvëllove, u tërbov se ma tërbove. Ek, unë mua më vdes ky pa manual dhe di pse e dua se fillon dhe mbaron ndryshe çdo episod. Domethënë të fillosh Me të vërtet. goca seksi, të flasësh për burrat që tradhtojnë, ti shash burrat dhe pastaj ta përfundosh duke kërcyer u tërbov se më tërbove, kjo nuk është fare normale. Po, Nuk e di. Më ndoj që ta mbyllim me këtë mega këngë, me super zë. Me dhe më thanë, mos fol, ke një tabel për dore. E, nuk rrihet pa Pas thonë. është pun kjo. Pas është pun kjo. Kaka. Si shqiponja. Unë e visisor. Okej, Migli, okej. Megli, unë mendoj që do të jetë më shpesh. Unë jam bedo me visisor. Kaka. Okej. Mos harroni juve të na bëni subscribe në YouTube nëse akoma jetoni në një planet që nuk është ky ku jemi ne dhe nuk keni bërë follow Andal Epikal dhe subscribe, Gjesi. Edhe pa manualin në Instagram. Pa manualin në Instagram, edhe dëgjoni në Spotify dhe na bëni tag kur t'jeni duke udhëtuar me makina, por se tani është ftohtë, nuk e di sa udhëtoj me makina, por gjithsesi ju na bëni follow. Paci, ju Ju duam, duam, Paci. natën. Prit.
Dhe pra na I thash, bëni se vap me një follow Instagram. Bëni se vap. U bëj thirrje. Shihemi në episodin e radhës. Pati. Ándale.